Përshëndetje, duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishme, kemi një ditë ku këndët dhe ndikime që kanë bënë, kemi një 6 këndë që bën afërdita nga Dashi dhe formon me Plutonin në ujor, ku është një mundësi e artë, do thosha, një mundësi shumë e mirë në lidhje me punën dhe lidhje me karrierën, sepse duke pasur parasysh një kënd shumë pozitiv përsa përket punës, financave dhe favorizon shumë njohjet karmike, dashuritë e mëdha që nisen dhe bëtisen në martesë, megjithëse duhet jemi të kujdesshëm sepse në disa raste mund të kemi dhe disa manipulime të vogla, por kjo do të thotë që është shumë e rëndësishme në fushën e punës suaj, por dhe udhëtimeve apo bashkim familjar. Duket se kanë ndikime shumë të mira, shenja siç janë binjakët, peshorja, ujori të dhjetiçit të parë ose ata që kanë planete në këto shenja. Mos harrojmë sepse data 7 ka një ndikim tjetër gjithashtu për sa përket çështjeve të punës dhe ndikimin më të madh që ka të bëjnë paradite, sepse ka të bëjnë shumë me disa çështje ekonomike financiare dhe një bisedim që do bëhet në orën 12 dhe në orën 17:30, ku shumë shenja siç është dash, peshore, gafore, bricjap dhe planetet e tjera do të jepet mundësia për të bërë një ndryshim pune, për të nisur një diçka të re, sepse është një periudhë fantastike. Nëse do të duam të nisim gjërat nga fillimi, duket se sot, pikërisht sot, vitë nesër, nëse një bërë një ditë para parashkimet, është koha tani. Dhe unë kam thënë dhe them, gjithë java do e shikoni dhe vetë, edhe pse ka disa shpërthime papritura, për shembull, se gjëra që mund ndodhin, gjëra që ndodhin në jetën tonë. Por mos harrojmë sepse me kalimin e kohës, gjërat vijnë ku doni juve, mundësitë i keni, gjitha i keni, dhe është periudha më afatgjat, por gjithashtu ka dhe një ndikim shumë mirë sepse me disa çështje pune, lidhje me karrierën ose lidhje me disa vendime që mund keni, është momenti juaj dhe koha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë të dhjetiçit parë, mujor të dhjetiçit që është perfekta, nuk ka vend për të shqetësuar. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e dashit. Dashit të duket se historia dhe puna ka treguar që e keni mundësinë për zgjidhje të problematikave të ndryshme dhe mundësi të reja që do të keni në fushën e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me dëm duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë të shenjës së demit. Për sa përket shenjës së demit, meqense shenjës së demit duket se tani në këtë periudhë kanë kohën e tyre më pozitive në anën e biznesit në lidhje me karrierën. Me karrierën sidomos është momenti më i mirë i mundshëm për sa përket punës dhe karrierës. Por mos harrojmë sepse kjo periudhë ka shumë ndikime në lidhje me çështje takrie, nëse keni për punën tuaj, për karrierën tuaj, është një mundësi shumë e mirë tani. Meqense shenjat që kanë të bëjnë dhe favorizimet që jepen tani tutje lidhet shumë me peshët e dhjetiçit të parë, me ujorët e dhjetiçit të tretë, ku është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive. Në çështjet që lidhen me vazhdimsinë, korrektësinë, momentet e duhura në anën tuaj, është një kohë shumë e mbar ekonomike financiare, një moment shumë pozitiv në zgjidhje të konflikteve dhe të problematikave që keni pasur, por duket se këtë ditë do mbahet nën për takimet që do të bëni dhe për kontratat që mund të keni, apo lidhjet e reja që kanë një ndikim shumë të mirë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, për binjakët duket se tani çdo gjë është më se mundur të realizohet, sidomos në lidhje me punën, sidomos në lidhje me karrierën apo me disa ndryshime që mund të keni tani tutje. Këto ndryshime do jenë mjaft pozitive sepse juve nga vetë gjërat i keni mundësinë e zgjidhjes çështjeve problematike, e zgjidhjeve të konflikteve të vjetra, por gjithashtu është një mundësi shumë e mirë tani në punën tuaj, në karrierën tuaj dhe çdo gjë duket se është mjaft favorizuese. Në anën tjetër, edhe pse keni pasur probleme me ligjin, po duket se tani ka ardhur koha e zgjidhjes të këtyre problemeve dhe fillimeve të reja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dash dhe me akrep, pak kujdes, kurse me ujor mund të shkoni deri në martesë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është gaforia. Çdo
ndarje që keni pasur më përpara. Dhe tani shikoni doni të rregulloni edhe një herë lidhjen tuaj që keni pasur, edhe pse me vështirësi apo gjërat që keni pasur më përpara, vjen një moment tani i zgjidhjeve dhe i çështjeve problematike, duke pasur parasysh edhe si periudhë, por edhe si kohë. Është momenti më i mirë i mundshëm tani. Është momenti që në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet që keni, disa probleme të vogla i zgjidhni tani. Dhe është koha më unike dhe më e mira e mundshme që ndonjëherë. Çështje që lidhen me ekonominë, lidhen me biznesin, lidhen me stabilizimin e punës, është momenti më i mirë i mundshëm. Në çështje shpirtërore, lidhjet me dëm dhe me shigjetar duket të mbara. Pa kujdes me akrep të ditëçit të tretë, sepse gjërat mund të jenë të mira, por nganjëherë janë edhe të vështira. Shkojmë tek shenja e radhës. Janë luanët. Çfarë ndodh me luanët dhe sa janë të rënë luanët në lidhje me ekonominë. Lidhje me ekonominë, luanët din janë mbeten dhe do mbeten në histori për punën e tyre, për karrierën, për mundësitë reja që ju jepen. Dhe është një kohë shumë e përshtatshme stabilizimi dhe financimi. Në lidhje me punën dhe çështjet e biznesit, sepse ka të bëjë shumë në biznes dhe në lidhje me karrierën, duket se tani çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet. E keni të gjitha mundësitë, nuk ka vend për të shqetësuar. Por edhe pse në ndikimin e Plutonit ka mundësi dhe çështjet dhe vendimet të rëndësishme që do të merrni, vjen një moment tani që mund të zgjidhni gjithçka doni. Në çështje shpirtërore, lidhjet afatgjat që kanë bënë me dash dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është Virgjëresha. Çfarë ndodh me Virgjëreshat dhe ku ndikohen Virgjëreshat në këtë ndikim? Duket se Virgjëreshat e ditëçit të parë bëjnë pa kujdes me ekonominë, sepse kanë pasur disa probleme të vogla, por i kanë zgjidhur me kohën, se ka lidhje shumë me kohën, dhe është një moment mjaft i mirë ku çdo takim, çdo bisedim që bëhet për punën, bëhet për karrierën, bëhet për marrje e vendimeve të rëndësishme, sepse tani mund mos jetë ajo që juve nisni, por ka të bëjnë me disa ndryshime, që do thot për ndryshime kohe, dhe është një mundësi shumë e mirë dhe e artë në fushën e karrierës. Gjithashtu ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, sepse duket se tani në financat keni pasur probleme, i keni të zgjidhshme, dhe mos paraditja duket se është e lodhshme, por do t'ja vlej. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjak dhe me dash duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa përket peshoreve, duket se peshorja tani në këtë periudhë ka një farë kuptimi, por në anën tjetër ndikohet shumë lidhje me vendimet që mund të marrë. Por meqenëse peshorët sado që të nxitojnë, sado që të lodhen, ka një periudhë shumë të mirë tani në lidhje me ndryshimin dhe vendimin që mund keni, një moment shumë i mirë, moment i artë mund thuhet me punën, me karrierën, se lidhet shumë me karrierën dhe me ndryshime. Por sa vallë jeni për njëri tjetrin? Shumë. Sepse duke pasur parasysh anën e dashurisë, me binjak, me dëm, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Çfarë ndodh me akrepët? Akrepët në këtë periudhë duket se kanë mundësi, dhe kjo është një mundësi e artë në lidhje me takime që mund bëhen, se janë takime pozitive. Janë takime që me kalimin e kohës gjithçka ndodh, edhe pse keni pasur probleme juve më përpara në lidhje me nëse do flasim për muajt e kaluar në një farë mënyre, por kjo do thotë që është momenti, është periudha dhe e zgjidhni. Kjo zgjidhet mbasdite, nëse keni mundësinë ju. Është dhe koha më e mirë e mundshme për anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve, sepse tani është një kohë shumë e përshtatshme e rëndësishme për bisedime. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani
duket se kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime, në lidhje me disa bisedime shumë të rëndësishme që do kenë tani në tutje, edhe pse disa vonesa ekonomike që kanë pasur, disa gjëra që nuk kanë dalë aty ku duan, por e kanë të zgjidhshme dhe është pikërisht ky moment, është momenti i duhur mbase në ekonomi dhe në stabilizime. Është një mundësi shumë e mirë tani, një mundësi e artë në ekonomi dhe në stabilizim të punës. Gjëra që do të ndikojnë tani e tutje, lidhet shumë me anën shpirtërore, lidhet shumë me biznesin, lidhet shumë me karrierën dhe me vendet kyçe. Kështu që keni mundësi. Çështja shpirtërore, lidhet që kanë bënë me dash, është perfektja. Vijojmë të shenjë radhës janë bricapët. Për sa përket bricapët të duket se tani sado që lodhen shumë në fushën e karrierës së tyre, por njëkohësisht kanë dhe disa gjëra që vërtet ata jo se nuk duan ose kanë pasur probleme në lidhje me punën e tyre, por gjërat duket se janë pozitive dhe kanë një mundësi shumë të mirë në korrektësinë e tyre në fushën e punës, në fushën e karrierës. Në lidhje me biznesin, lidhje me ndryshime të mëdha që kanë tani atutje, është një kohë shumë e mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash dhe me ujor duket në bara, pak vëmendje do të bëni me virgjëresht e diçit të dytë. Vijojmë tek shenja radhës, që janë ujorët. Për sa përket ujorëve të duket se ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me biznesin, por mos të nxitohen për të nxjerrë përfundimin, sepse një lajm i mirë që vjen tani për sa përket punës, për sa përket ndryshimit të biznesit, se këtë është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm. Por gjithashtu ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me marrjen e vendimeve të rëndësishme, dhe kështu që vërtet koha ka treguar që jeni me shumë fat dhe është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme tani në punë dhe në ndryshimet që do të keni. Këto janë ndryshime pozitive, janë ndryshime që pak a shumë kanë mundësinë e vet çdo gjë, por jo të nxitoni në vendime. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me dem, sado problem keni pasur, por duket se është problem i zgjidhshëm. Në çështje që lidhen me akrep, edhe pse jeni në lidhje, ata që janë në lidhje, më flasim gjithë botën, po një lidhje e tillë ka jetë gjatësi në kohë. Në çështje shpirtërore, lidhjet e përgjithshme duket se kanë qëndresë të palidhurit, do të bëjnë një njohje, është me dem ose me akrep. Vijojmë tek shenja radhës, që janë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të dhënë zgjidhje gjithçkaje. Është një mundësi e artë, është një mundësi shumë e mirë, në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet që vijnë, dhe është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv. Në lidhje me disa vendime të rëndësishme që mund të merrni, vendime të rëndësishme të punës dhe të kohës, por gjithashtu është ajo që do thotë karriera, që do thotë ndryshimi. Me marrjen e vendimeve në ndryshime të tilla është kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive, nëse doni të bëni ndryshim pune, marrni vendime që merreni sot, sepse është dita shumë e mirë e tepër pozitive, sidomos edhe ditë që parë dhe ditë që tretë është shumë i favorizuar. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, sepse lidhet shumë me në këtë drejtim, është një moment mjaft i mirë dhe tepër i mbar në gjërat që doni të bëni. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me shigjetar duken të para. Këto ishin pak a shumë përsa përket datës 7 maj të 2025. Para se të ndajmë bashkë, kemi faqen roz, nëse interesoheni për një parashikim të detajuar, as preokupikale, atje mund gjeni gjithçka. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit. Por ju që doni një parashikim ose një pyetje, në kohën që jemi live, kemi pikërisht butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të bërë ndryshimin, për të dërguar mesazhin dhe të merrni live përgjigje. Nga Unë Pulla, gjithë mira.